Pas aludimeve që qarkulluan në rrjetet sociale për një raport të mundshëm romantik me saj dhe Gjesit, Loredana ka reaguar për herë të parë publikisht duke hedhur poshtë këto zëra. Ajo sqaroi se Gjesin e ka parë gjithmonë si një vëlla të vogël dhe theksoi se mes tyre nuk ka pasur asnjë marrëdhënie romantike. Unë Gjesin gjithmonë e kam parë si një vëlla të vogël, a mund të krijohet lidhje me një person që e sheh si vëlla të vogël? Ne nuk kemi takuar dhe kemi shumë kohë që nuk flasim, plus unë kam shije të tjera për meshkuj. Doan të më bien në qaf, le të më bien, u shpreh Loredana, duke thumbuar kështu edhe Xhenetën, e cila deklaroi se mes Loredanës dhe Gjesit kishte diçka romantike. Loredana komentoi edhe mbi fotot që qarkulluan së fundmi në rrjet, ku ajo dhe Gjesti shiheshin në të njëjtin ambient. Sipas saj, prania e tyre në të njëjtin vend ka qenë krejt rastësore dhe nuk lidhet me asnjë raport personal mes tyre. Me këtë reagim, Loredana dha fund spekulimeve, duke theksuar se mes saj dhe Gjesit nuk ka asgjë më shumë se njohje dhe respekt. Në duhet të rikujtojmë se Loredana për sa kohë ishte në shtëpinë të famshme në Shqipëri, krijoi një lidhje dashurie me Joz Markun, lidhje e cila përfundoi sapo të dy lanë shtëpinë të famshme në Shqipëri. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.